Siç edhe anoncuan vetëm pak minuta më parë, sot në studio me mua Shpëtimi Drizi, kryetari i PD-s. Mirë se erdhët. Si Drizi, ju keni folur prej kohësh për një pakt kombëtar si një zgjidhje kësaj situate politike, e cila në fakt po vazhdon pa një zgjidhje, por sot ju keni bërë propozime konkrete dhe janë 7 pika. Dhe dua vërtet që ti analizojmë të gjitha për të parë se sa të mundura do të jenë këto, sa përkraj do të marrin nga forcat e tjera politike dhe vërtet nëse është zgjidhja kryesore e kësaj situate mjaft delikate. Pika e parë është e propozuar prej jush kthimin e opozitës në parlament, që më duket dhe më e vështira. Jo, nuk besoj, nuk e shohim kështu në sensin e përgjithshmërisë se ka shi interes publik. Ajo që është shqetësuese dhe ne kemi thënë që gjithë kohës në takimin që kemi pas kryesisht me takimin që kemi bërë me antarësinë e PD-s, është shqetësimi jonë madhor që jemi përballë një krize shumë të rëndë, do të thoja, një krize e cila tenton që të na nxjerrë jashtë shinave dhe të kushtetutës, dhe kjo është shumë e rrezikshme. Akoma më shumë që në këto 25 vjet ne kemi parë që kemi një klasë politike e cila ka qenë jashtëzakonisht e zonja për prodhuar kriza, por nuk ka qenë absolutisht e zonja për të absorbuar këto kriza. Dhe çfaqjet që ne shohim sot, dhe ky është shqetësimi themelor që ne kemi, janë çfaqjet të cilat ne kemi parë, pra përsëriten në mënyrë të vazhdueshme, dhe akoma më shumë që shqetësimi jonë vjen për faktin që gjatë gjithë këtyre kohëve dhe këtyre 25 vjetëve, nëse ne do bëjmë një reflektim, ne do shohim që politika shqiptare është e ngërthyer gjithmonë në një konfliktualitet të vazhdueshëm, permanent, një palë çadrat, njëherë në një palë tjetër, dhe besoj që ky konfliktualitet është instaluar si pavësi e politikës shqiptare për të marrë pikërisht me interesin qytetar, pra me ato që shqetësojnë qytetarët. Dhe thonë kështu, ju e shihni që kjo krizë është në parlament, është jashtë saj, është në rrugë, dhe riskojmë për shkak të pavësisë edhe një herë tjetër për t'i absorbuar të kriza që është dhe roli i politikës në veçanti. Megjithatë, nuk është rastësishme që ju sot i publikoni, le të themi, të gjitha këto pika të bashkuara bashkë, sepse këto ditë ka pas edhe një intensitet, ka pasur takime mes jush me zotit Meta, kryeministri Basha e tjerë. Nuk besoj se është rastësishme. Pse sot? Besoj që sot ata kanë marrë një valencë dhe interes më të madh publik, sepse ne kemi 2 javë që flasim për pakt kombëtar, i cilin vetvete ka disa momente, besoj, shumë të rëndësishme të një vendi kandidat për Bashkimin Evropian. Ka të bëjë pra me reformën në drejtësi, dhe ne themi që për reformën në drejtësi, për cilën kemi qenë gjithë dakord, kemi dhënë gjithë dakordësitë, kemi votuar deri në mes natës me 22 korrik, ne opozita, majoranca, duhet të shkojmë në parlament, duhet ta votojë vetingun, sepse kjo nuk ka të bëjë pastaj me historitë për cilët ne mund të kemi gjëra të ndryshme, do thoya, në përditësinë tonë. Por që të shkojë opozita në parlament, çfarë duhen plotësuar asaj? Pikërisht këtu do të vi. Pra, ne do të kemi një pakt të madh kombëtar, një dakordsi të madhe politike që reformat e drejtësisë për cilët ne kemi rënë gjithë dakord duhet shkojë të votohet në parlament. Sigurisht që po ka qenë rëndësishme është paketa integruese në Bashkimin Evropian. Ne gjithë po flasim për integrimin evropian, por deri më sot ne nuk kemi një agjendë të përcaktuar, të detajuar, me të cilët gjithmonë forcat politike sa herë që të vi puna për të votuar ligjet të cilët shtyn integrimin e vendit, ne t'i lëmë çadrat, ne t'i lëmë konfliktet, por shkojmë dhe të votojmë në Parlamentin e Shqipërisë. E treta pjesë e këtij pakti të madh kombëtar ka të bëjë me reformën zgjedhore. Tani, për sa i përket të reformës zgjedhore, ne kuptojmë shumë mirë që opozita ka nevojë për disa garanci shtesë, le të themi, por nga krahu tjetër ka ardhur momenti që ne ta rishikojmë në tërësinë e vet një kohë zgjedhore i cili në vetvete mbart padrejtësi të mëdha. Ju referojeni këtu antarëve të Dhe këtu kam parasysh faktin që në radhë parë ne kërkojmë që të ndryshojë kodin zgjedhor dhe partitë politike shqiptare mos të jenë të detyruara që të hyjnë në koalicione. Pra, ne jemi të detyruar të rreshtohemi në koalicione dhe ajo që ne propozojmë është që gjithë forcat politike të shkojnë jashtë koalicione, të marrin mbështetjen e tyre, të marrin mbështetjen popullore, votat e tyre, dhe mas kësaj, siç ndodh kudo, ne të bëjmë aleancën në bazë të peshës specifike që kemi. Sot ne jemi detyruar të rreshtohemi nëpër koalicione. Çfarë penalizon kjo partitë e vogla? Jo vetëm partitë e vogla. E para herë këtu nuk bëhet fjalë për partitë vogla, partitë mëdha. Këtu bëhet fjalë që votat e qytetarëve shqiptar duhet të jetë e barabartë, transparente dhe shqiptarët duhet të kenë akses të barabartë në vendimarrje. Çka kam parasysh këtu? Unë e di që Shqipëria nga padrejtësitë historike është ndarë në 5 shtete. A ka njëri sot më thotë që pse ne kemi ndarë në 12 qarqe dhe jo në 5 apo në 13 qarqe?
pse vota e një qytetarit, le të themi, në Kukës, ku tashmë duhen 33% e votave për të marrë një mandat deputeti, sepse kanë ngel 3 deputet, nuk është njësoj me votën në Tiranë, ku duhen vetëm 2.5%, 3% që të nxjerrë një deputet. Pra, valenca e votës shqiptarëve kudo është njësoj. Prandaj ne propozojmë, le të bëhet Shqipëria një zonë zgjedhore, pra të themi një proporcional kombëtar, mos themi detyruar që të shkojmë në për koalicione dhe çdo parti të votohet me peshën e vet specifike dhe mas kësaj të bëj aleanca. Pjesë e këtij pakti ka të bëjë me faktin e aksesit barabartë që ne duhet kemi në gjithë piramidën e administrimit zgjedhor, sepse sot ne kemi kod zgjedhor që është i miratuar nga 2 parti të mëdha dhe ku vazhdojmë me parimin stalinist që populli voton, kurse 2 parti të mëdha edhe 2 tjera që i shtohen numërojnë. Pra, me këtë ne kemi shqetësimin e madh që të gjithë forcat politike parlamentare duhet të jenë pjesë e grupet numërimit. Pra, le të shkojmë dhe të shohim mundësinë që në komisionet zgjedhore, në grupet e numërimit, ne mos kemi persona politik, ju e dini se çfarë heqim ne në përzgjedhje dhe Shqipëria vazhdon të bëjë një vend kandidat në Bashkimin Evropian, vazhdoi të bëjë skena të tilla që keni konsultuar veçanërisht këtë pikë përpos të gjitha 7 pikave me kryeministrin Rama ose me zotin Meta gjatë drekës së ishit? Besoj që do më lejoni që ta them gjithë paketën e propozimeve, pastaj padyshim. Po, ta them sepse janë në një lloj kontinuitet me njëra tjetrën. Atëherë, ne propozojmë që o të kemi një votim dhe numërim elektronik, gjë që është e pamundur të bëhet, praktikën për votimin elektronik. Pra, le të mbledhë një grup inxhinierësh sot dhe njerëz të informatikës, të cilët të kenë mundësi të na japin ne një mundësi që numërimi minimalisht elektronik të bëhet. Dhe unë besoj që është i mundshëm, nëse ka vullnet politik. Por, nëse nuk ekziston ky vullnet politik, atëherë ne të shkojmë në grupet e numërimit dhe në KZZ, le mos shkojmë më me 2 partitë të mëdha politike që anashkalojnë gjithë partitë e tjera, por të kemë mundësi që të fusim njerëz të cilët janë në shërbim civil dhe mbi të gjitha njerëz të cilët kanë çfarë humbasin, le të themi noter, gjyqtar, avokat. Pra, këtu përgjegjësiria do të jetë shumë e madhe. Po nëse nuk janë dakord edhe me këtë gjë, atëherë mund të thotë kush që pse partitë parlamentare mos kanë numërues dhe kemi rastin ekstrapolar që të PD-us, e cila kodi zgjedhor e jep të drejtën që të futet në short për grupet e numërimit, kurse KQZ-ja e kaluar mas 7 votive mori një vendim absurd ku thoshte që ne nuk e dim ku është PD-uja. Është pozit apo në opozit. Dhe ne shkojmë në kolegj zgjedhor, i përfaqësuar me nënkretar në kuvende dhe me grup parlamentar dhe e marrin përgjigjen nga kolegji zgjedhor mas zgjedhjeve. Ku thotë që PD-us i takonte drejta, imagjinoni se çfarë bëhet me partitë e tjera. Paktën partitë parlamentare të kenë mundësi që të kenë antar në grupet e numërimit. Tani, ku është problemi? Pse kanë këta frikë që të jenë vetëm këta në grupet e numërimit? Pse mos jemi edhe gjithë partitë e tjera, në këtë mënyrë do rritet edhe transparenca. E thënë kështu, ne vazhdojmë ta bëjmë pjesë të kësaj pakete, ka shqetësim për policinë dhe ne të themi që duhet të marrim të gjitha masat që policia të jetë e njëtrajtshme. Mund vazhdojmë me ide. Për shembull, drejtori i përgjithshëm i policisë, policia është e depolitizuar, por le të jetë person të cilët janë dakord të forca politike, jemi në një situatë krize, nuk jemi në një situatë normale. Apo dhe drejtuesit e 12 qarqeve. Pjesë e propozimit tonë ka të bëjë me fakt të gjithë partitë e mëdha po ankohen për shitblerjen e votës dhe realisht është një gjë e cila nga pikpamja morale i denigron shqiptarë, pra që të blesh votën, gjë që ndodh rëndomt, dhe kjo është e panelizuar dhe në kodin penal. Tani po ju pyes, pse nuk qeka e dënueshme vjedhja dhe transformimi i votës që na bëjnë partitë e mëdha, gjithë partive tjera që nuk kanë akses, dhe kjo është e dënueshme. Atëherë ne propozojmë që pranë KQZ-s, me urdhër të prokurorit përgjithshëm, të vendosë një task force prokurorës, të cilët në kohë reale të detektojnë gjithë rastet e blerjes votës, intimidimit të votuesve, apo të gjithë atyre të cilët në fund fare bëjnë që ne mos bëjmë zgjedhje normale. Dhe ky do jetë, besoj, edhe një gjë që vlen për ta sjellë në një rrafsh besueshmërie gjithë procesin. Po ndërkohë ne kemi problem. Ne kemi një problem shumë të madh. Ne kemi propozuar në paketën e ndryshimeve kushtetuese që presidenti të zgjidhet nga populli. Dhe besoj që ky është rasti që ne të kuptojmë që një president i zgjedhur nga populli sot mund të ishte garant dhe mund të ishte njeriu i cili do të jepte garanci shtesë për palët apo të thirrte palët në tryezë. Dhe pra ne kemi thënë, në fund fare, përgjegjësiria e politikës shqiptare duke filluar në radhë parë nga 2 liderët kryesorë. Duhet ulet urgjent Rama me Bashën. Ja kemi detyrim shqiptarëve që mos t'i lejmë në këtë krizë, e cila po del nga institucionet. Imagjinoni, njerëzit janë të interesuar që sot
të dëgjojnë debate për ekonominë, për taksat, për aksesin në punësim, dhe ndërkohë ne rrim të ngërthesur se çfarë do bëhet në këtë krizë, e cila nëse nuk ndërhyet sot, ka mundësi që të ekstrapolohet dhe ka mundësi që dalë jashtë sistemit. Dhe besoj që një president nga populli do të ishte sot një lloj garancie. Por me që këtë nuk na dha mundësinë që të votojë populli shqiptar për këtë gjë, atëherë një president i cili do të ishte konsensual, pra ne na ndërthuren dhe gjithë afatet kushtetuese nëse nuk e zgjidhim sot. Dhe kjo është hira që ne kemi bërë, të ulet Rama me Bashën. Tani unë nuk kuptoj se ku është vështirësia këtu, është ulë Hashim Thaçi me Vučićin, dhe nuk ulen dy liderat shqiptar, po mos harroni dhe situatën me cilët ne ndodhemi në zonat dhe në shtetet ku banorë shqiptar. Në Kosovë është një konflikt permanent. Zoti Idrisi, a keni shqetësim se vota 18 qershorit do të manipulohet, sepse në bazë të këtyre 7 pikave ju keni ngritur disa shqetësime që janë ngritur jo vetëm nga opozita, por edhe nga aktorë të rëndësishëm të mazhorancës, dhe këto bëjmë pjesë të gjithë tek Lëvizja Socialiste për Integrim? Shqetësimi për një sistem zgjedhor të rishikuar jo vetëm atë që ka thënë rekomandimet ose OSBE Odiri, sepse rreth para OSBE Odiri ka dhënë disa rekomandime të cilët ne nuk po merremi akoma, por ne e dimë shumë mirë se çfarë ndodh gjatë një procesi votimi, dhe Shqipëria nuk mund të jetë më një vend me statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian që bën zgjedhje më të mira se sa të tjerat. Imagjinoni tani do t'i lejmë prap numëruesit shqiptar 78 orë në ato skena që nuk i bëjnë fare nder, ndërkohë që jemi vetëm në botë që kaq i vogël me këtë numër votuesit dhe na duhen 3 ditë apo 4 ditë që të nxjerrim një rezultat. Pra, shqetësimi është real. Pse ne duhet vazhdojmë dhe të themi që vota shqiptare mos ketë një valencë? Pse ne duhet hyjmë nëpër koalicione? Kush ka frikë nga kjo gjë? E dini ju që janë rreth 500.000 vota të shqiptarëve që i marrin gjitha të ashtuqytet të partitë vogla, të cilët nuk përkthehen në mandate, dhe sot që po flasin janë 7 mandate nga e djatha dhe 9 mandate nga e majta, të marrë pikërisht nga kjo lokomotiv e detyruar me vagonat e tjera. Ta përsëris dhe një pyetje, ne keni diskutuar këtë pak dhe gjitha pikat dhe gjitha shqetësimet tuaja për votën, për komisionet, për policinë, për gjithë shka me kryeministrin Rama, apo edhe me zotin Meta në dregët që patët? Këto që ne po themi, ne kemi bërë publike. Pra, ne po shohim që të dy forcat kryesore politike nuk janë të gatshme të bëjnë rolin për cilat ato janë, të absorbojnë krizën ku po e fusin Shqipërinë. Pra, nuk do të ishte nevoja e kësaj thirrje që ne bëjmë për një pakt kombëtar. Ky është momenti, ky është imperativ, do thoja, i kohës dhe atë që kërkojnë gjithë shqiptarët, por në momentin që forcat e mëdha politike nuk janë futur në llogore, njëra palë thotë nuk hyjmë zgjedhje, pala tjetër thotë do hyjmë e vetme. Asnjë nga këto nuk është rasti që duhet të jetë rasti i Shqipërisë apo i demokracisë shqiptare. Dhe po e them edhe një herë tjetër, ne e kemi mbajtur si klasë politike konfliktualitetin në sistem për shkak të paaftësisë për të menaxhuar. Çfarë diskutuat me zotin Meta? Ajo që po bën sot po dy uja, Maleni të shpjegoj këtë gjë. Ne nuk po themi që këto që ne po themi zgjidhin krizën. Ne në një farë mënyrë po provokojmë, le ta quajmë kështu, ambientin politik shqiptar, të merren me këto pika, të shtojnë edhe ca të tjera, të heqen, dhe unë e di që janë shumë të zotë për këtë, por ne po paraqisim një platformë për të stimuluar pikërisht dialogun politik, i cili është shumë i nevojshëm në këto momente, dhe më lejoni ta porosis, nuk besoj që janë shqiptarët në kushtet që duhet mbidhen prapë ke krokodili, apo të vi prap pelikani, apo të rreshtoj gjithë kafshët e kopshtit zoologjik, se ku do ta gjenë emërtesën politikanët shqiptar. Ky është shqetësimi jonë. Dhe ne kemi bërë një draft i cili mund pasurohet, mund të hiqet dhe mund të shtohet. Çfarë diskutuat me zotin Meta në drekës? Sigurisht që me zotin Meta dhe me të gjithë aktorët politik, më lejoni të shpjegoj që PD-ja në fund fare është një parti sovrane që ka këndvështrimin e vet se si e shef zgjidhjen e krizës, dhe ne po mundohemi të kontribuojmë, duke mos qenë me propozimet tona shtërus, po e përsëris edhe herë tjetër këtë gjë. Pra, këtë mund ta marrin, mund ta pasurojnë, mund t'i heqin, mund t'i shtojnë shumë më mirë aktorët më të përgjithshëm dhe që kanë peshë më të madhe në politikën shqiptare, por duhet kuptojnë që kjo peshë më e madhe në politikën shqiptare duhet shoqëruar dhe duhet kuptuar që është dhe përgjegjësi më e madhe për politikën shqiptare. Dhe unë në këtë kuptim jam një politikan i cili nuk kam asnjë lloj bariere për të komunikuar pikërisht me të gjithë aktorët politik. Dje isha dhe me zotin Meta, për cilët ndam të njëjtin shqetësim, dhe më erdhi mirë që
zoti Meta ishte i vëmendshëm, unë kam shpjeguar pikët e paktit, ishte i vëmendshëm dhe ishte në një farë mënyre, le të themi, pozitivist dhe supportues për një paketë e cilën ai mund ta posorojë apo dhe të gjithë forcat e tjera politike. Jemi në një situatë, do të thoja, shumë delikate. Dhe ne riskojmë që mas ca kohësh të dalim jashtë afateve kushtetues. Dhe ky është risku të cilët ne të gjithë duhet ta kuptojmë dhe nga kjo buron arsyeja pse ne i drejtohemi në radhë parë dy liderëve Ramës dhe Bashës. Vetëm pak orë pas takimit që pati me ju, zoti Meta doli me propozime konkrete dhe bëri propozimin e qeverisë së besimit. E diskutoi ai me ju këtë opsion dhe a jeni ju dakord për këtë? Besoj që zoti Meta nuk është një gjë që është biseduar gjatë bisedës tonë, por besoj që kjo është një qëndrim i Lëvizjes Socialiste për Integrim, ako më shumë e marrë në forume, dhe ai që më bën përshtypje, më bën terminologjia e përdorur, pra ne se s'bën duhet të kthejmë besimin tek forcat politike për të hyrë në zgjedhje në kushte ku të gjithë aktorët politik kanë garanci që zgjedhjet do jenë të drejta, transparente dhe qytetarët do kenë akses të barabartë. Pra, edhe kur flasim për qeveri besimi, zoti Meta tha mund të jetë edhe kjo, qeveria e besimit. E rëndësishme është që të gjitha palët të krijojnë një klimë besimi dhe ne të bëjmë zgjedhje normale me 18 qershor. A është opsion për ju si lider i kësaj partie politike zgjedhje pa opozitën? Unë mendoj që nuk do ta mendojmë këtë gjë. Në sensin që unë duhet besoj prap në vullnetin dhe përgjegjësinë e forcave politike shqiptare. Po e përsëris, është një krizë e stisur, konfliktualiteti e përsëritur. Ne skena të tilla e kemi parë, para 4 vjetë kanë qenë ca tjerë që kishin zënë bulevardin. Këtë vit janë ca tjerë që po e zënë. Tani, kush është interesi publik? Qytetarët shqiptar, edhe e tjetër për përsëris, ne po flasim që duhet vinë investimet huaja. Besoj që në këto kushte asnjë nuk ka lut mend që të vijë në Shqipëri. Besoj që edhe konsumi i brendshëm dhe kërkesa agregate në Shqipëri është rrudhur sepse as shqiptarët vetë nuk po konsumojnë në kushte të tilla. Në fund fare ne mund bëjmë zgjedhje, por qytetarët nuk bëjnë dot zgjidhje. Pra ne shkojmë zgjedhje që qytetarët kenë mundësi që të zgjedhin. Dhe unë i qëndroj forcërisht dhe nuk do të rresht PD-ja në gjithë të ditë për të stimuluar ambientin politik shqiptar që duhet ulet dhe se kuptoj si mund mos ndodhë kjo, Rama me Bashën të japi drejtim kësaj krize politike. Është folur disa herë e fundit sepse po na përfundon kohën. Nuk mundet do ta kuptoj që në një sistem politik, në një sistem demokratik bëhen zgjedhjet pa palët. Është folur shpesh për një pol të tretë. Ka qenë kjo pjesë e bisedës mes jush dhe zotit Meta dje? Nuk jemi në kushtet që është akseleruar sistemi, pra palët kanë hyrë në zgjedhje, janë heq barierat, ne jemi detyruar që shkojnë në për koalicione. Pra, të gjithë teknikalitetet, do thoja, dhe strategjitë elektorale nuk janë të këtij momenti, janë lënë me një anë, sepse na duhet që Shqipëria të bëjë zgjedhje dhe mos të dalë, po e përsëris prap, jashtë sistemit kushtetues. Ne po dalim jashtë sistemit kushtetues dhe unë nuk e kuptoj se si mund gjehen nesër zgjedhje të tjera kur kalojnë afatet e koalicioneve, kalojnë afatet e zgjedhjes presidentit, kalojnë afatet e zgjedhjeve dhe besoj që shqiptarët nuk e meritojnë një gjë të tillë. Falenderoj që ishit në studio. Faleminderit edhe ju.